E njihni këtë bimë, do befasoheni me atë që i shkakton mëlçisë. Thistle ose shqip gjëmbaç është një bimë e klasit të parë që mbron mëlçinë nga toksiciteti kimik. Ajo stimulon fazën e parë dhe fazën e dytë të rrugëve enzimatike të detoksifikimit të mëlçisë. Është shumë e efektshme në parandalimin e problemeve dhe ndihmon njerëzit që janë duke marrë trajtimet për këtë lëndë toksike. Ekspertët dhe përbërësit aktiv të gjëmbaçit kanë treguar se ajo është një nga produktet më të fuqishme në mbrojtjen e mëlçisë. Gjëmbaçi është aprovuar që të përdoret në dëmtimet e mëlçisë sepse është treguar se stimulon sintezën e hepatociteve të reja që zvendësojnë ato të vjetra të dëmtuara. Përdorimi i gjëmbaçit për disa javësh, veçanërisht i dobishëm për njerëzit që pinë shumë alkool, konsumojnë ushqime me yndyrë, kanë nivele të larta të lipideve ose marrin mjekime të rregullta. Është e rëndësishme që përpara se ta përdorni, të konsultoheni me një ekspert për mënyrën se si ta shtoni në dietën tuaj.